të shtrydhura për ju në një kombinim të përkryer, fruta dhe vitamina. Frutavit. O sa lehtë me qenë prind. Shkollimi I fëmijëve kur nuk ka qenë më I lehtë. Unë mund t'i kem të gjitha informatat rreth fëmijës tim në vetëm 1 minutë. Përmes sistemit Power School, unë si prind I American School of Kosova, mund të kem qasje në notat, në detyrat e shtëpisë, sjelljen, aktivitetet dhe gjithçka që ka të bëjë me shkollimin e fëmijës tim, prej kudo në botë vetëm me qasje në internet. Unë komunikoj drejt për drejt me secilin nga mësimdhënësit vetëm me 1 klik. Informatave mund t'ju qasën përmes çdo telefonit të mençur mobil, përmes iPadit ose kompjuterit. Ejani edhe ju dhe shihni përse American School of Kosova është shkolla më e mirë për fëmijët tanë. Tani është shumë lehtë të shkollojmë fëmijët dhe të jemi të informuar në çdo çast. American School of Kosova, duke arsimuar liderët e së nesërmes për një të ardhme më të mirë. Runners, mos harroni, këmbët merrni me vete. Champion Quiz mundsohet nga Ipka, Folshlir. Fruta dhe vitamina. Frutavit. Runners, për të gjithë. American School of Kosova, duke I edukuar liderët e së nesërmes për një të ardhme më të mirë. Përshëndetje, mirë se po takohemi. Vëmendje, janë 2 fotografi. Gjejeni gabimin. Unë e gjeta. Po? Ato është 2 euro gigabajt, ato është 2 euro 50 cent. Bravo! Mirë! Bravo, Arten! Atëherë, renditni shumat e këtyre numrave duke filluar nga shuma më e vogël. Do me thonë renditni nga shuma më e vogël. A, 4 plus 3, B. Kuje? Ishfak. Jo, s'ka veç pak. B-ja 4 minus 3 1. Po? Tash, oj, është D-ja 12 pjesë për 3 4. Po? është A-ja 4 plus 3 7, edhe C-ja 4 e 3 12. Me saktë. Okej, si quhet një ditar online? A, blog apo B, tag? Blog. Nën A. 5 pikë. Me çfarë dëgjoni vëmendje? Me çfarë pasaporti duhet pajisësh nëse dëshiron të udhëtosh në zonën Schengen? A. Biometrike, B. Përgjigje është nën B. A, geometrike, B, biometrike, ke pyetja. Edhe 5 pikët e fundit I mori Iliria nga Prishtina, shkojmë me fazën e dytë. Shkojmë. Kushke? Gongon e shtypni. Si të nalët shkronja mundeni me shtyp gongon? Ma herët jo. Hajde shumë cila kategoria e parë. A sport, a mobilje, a film. As njona për tyre, a? Qytet, qytet. Shkronja. Po God, era, me repozicionin, ose Erblina.
Pozicionin. Jo. Jo, edhe njerë, këtheu. Vazhdojmë. Pa unal nuk guxon. Gjë. Gjiloni. Kush? Gjiloni. Gjemti Gjilani ka në gjatë të gjista. E sakt! Se thash e kemi një shumë të shtirë për juve. Qështu do na me lexo? Se shumë e vështirë është. Okej. Cili nga këto vende quhet Iberia nga latinët? A. Libia. B. Franca. C. Spanja. D. Zvitra. Përgjigja përfundimtare Spanja. Hajde, Lon. Trego ma ku pse. Se gadishëlli Iberike përmban Spanjen, Portugalin edhe Andorrën. E përmban edhe Andorrën, edhe Spanja quhet as Iberia, që dhe me gjurë. 5 pik. Bravo. Pyetja 4. Të vlen 10 pik. Fare emocione keni, ja. Si quhet alfabeti që e përdorin të verbërit? Ti lexojnë këtë. A. Braj. B. Blind. C. Grey. D. Black. Përgjigja përfundimtare. Është në A. Pse? Se braj shumë herë kom Edhe kemi mësuar në edukatë shtetare në klasë të 4, zishës, nuk e pas në E arru. fillon klasë jetë. 6. Ja, ke majnë men? Unë po. Atëherë, në fakt, alfabeti që përdorin të verbërit ka marrë emrin nga krijuesi i këtij alfabetit, francezi Louis Braille. Përgjigja është e saktë. Agoni le t'ja nis. Hapni se këto kush të hap e si parë si dytjet. Kjo frutave. Qëto, jo, qëto. A gan çka? Jo, Runners! Çiki ama çaya nuk janë, provoj tjera. Ma provoj sa të kënë fort. Ai morte men çate ke Tom e Jerry, shko që. Riga! Jo, çate është studio, çate nuk ka. Po, shkjo e po, jo, e po si po. Arli! A çini si sto? Ato aty Armin, çate se tjera. Aty çesha. Armin, alo, Film! Do me thonë titull filmi. Nëse se dhe me që më thu. Edhe njerë. Kala sunal. Jo, vesh pak. Qa ko film, ana? Hajde në kënej, se që aty do një më shku krejt. Afer. Nej. Mirë. Ja, kënej, tuk. Dakor. A përshena të gratë zati morë? A muj me dru shkronjën për film. Ma në mersin. Hajde. Po kjo është i pare. Kush? Agone. Ajo ndrani që doni, veç mos dilni për te kështu. Mos dilni qashtu. Veç rrujë televizore. Qështu? Sa ma transparent. Nëse të zëja. Nëse të World Wars. Një, dë, tre. E upe. Se po nganë. Nuk do me thonë me shtyp. 5.000 gube. Kolonat! 5.000 i takojnë Hasan Prishtinës. Mos u ngur. Frutat të shijshme
dhe të ushqyeshme. Shijoni nektarin e secilit frut nga secila pemë të paktën një herë, sepse ato janë të rritura me dashuri në pemët më të mira dhe të shtrydhura për ju në një kombinim të përkryer, fruta dhe vitamina. Fruta Vit. Runners, mos harroni, këmbët merrni me vete. O, sa letë me qenë prind. Shkollimi i fëmijëve kur nuk ka qenë më i lehtë. Unë mund t'i kem të gjitha informatat rreth fëmijës tim në vetëm 1 minutë. Përmes sistemit Power School, unë si prindi American School of Kosova, mund të kem qasje në notat, në detyrat e shtëpisë, sjelljen, aktivitetet dhe gjithçka që ka të bëjë me shkollimin e fëmijës tim, prej kudo në botë vetëm me qasje në internet. Unë komunikoj drejt për drejt me secilin nga mësimdhënësit vetëm me një klik. Informatave mund t'ju qasën përmes çdo telefonit të mençur mobil, përmes iPadit ose kompjuterit. Ejani edhe ju dhe shihni përse American School of Kosova është shkolla më e mirë për fëmijët tanë. Tani është shumë lehtë të shkollojmë fëmijët dhe të jemi të informuar në çdo çast. American School of Kosova, duke arsimuar liderët e së nesërmes për një të ardhme më të mirë. Shtëpia më e madhe mobiljeve Mobin, kuzhina gjermane, garnitura italiane, dhoma gjumi gjermane, dhoma të fëmijëve, zyre të lloj-llojshme, tekstile shtëpiake nga brendet më të njohura botërore, kuzhina ball format të pajisura me mekanizëm Blum. Këmbë, garnitura me mundësi për t'ju përshtatur çdo hapësire. Mobin, çdo gjë për shtëpinë tuaj. Shërbimet tona janë të veçanta, ku gjithmonë është prezent serioziteti i punës drejt suksesit. Janë efikase, speciale jashtë standardeve ku na bën të ndihemi rehat brenda ynë. Ngarkim, transport, shkarkim 200 ton, infrastrukturë rrugore, shitje blerje, voluminoze të madrave të ndryshme, ngritje të peshave mbi 60 metra. Ky është vizioni ynë. Sigma, Construction and Engineering Company. Programi Helen O'Grady zhvillon tek fëmijët tuaj komunikimin, vetbesimin dhe kreativitetin, ndërsa ofrohet në gjuhën angleze. Përveç zhvillimit, fëmijët tuaj do të kënaqen shumë. Na kontaktoni në 044 166 173 apo vizitoni faqen tonë në Facebook Helen O'Grady Drama Academy, duke zhvilluar fëmijët për 35 vite. Së din ku mu vesh jetu lyp gjithë ka venin ta kena gjet. Hajde te na ki mu dok ma serios se me lujt sha. Qa po thu ti perfekta te lokalet e Lesnës, Prishtin, Casa Moda, ju mirë presim. Mos më gut një vesh me shtyp. Kategoria radhës. Sportist, mashkull, sportist. Mos unë gutni me shtyp që se nuk e dini, veç 3 sekonda i keni. Zinedine Zidane. Kategoria radhës, shtet. Z. Zimbabwe, 5 Edhe nëse dini paraprakisht pritni derisa të jipën përgjigjet krejt. Cila prej këtyre bimëve mund të rritet në shkretë të tira? A. Baobabi, kaktusi, panja apo eukalipti? 100% e sigurt jam që është kaktusi. Po? Është ajo e gjelbërta me ato gjembat, brenda ka sasi të madhe të ujit, pavarësisht në shkretir është nxehtë, kaktusi mbajnë ujë. Përgjigjja jonë përfundimtare është në B, kaktusi.
Përgjigja juaj përfundimtare është në MB Kaktusi dhe e saktë, pikët e para. Si quhet kombinimi i copave të rrobave, revista dhe objekteve tjera të gjetura për të krijuar një vepër artistike? A. Kolazh, grotesk, mozaik apo surreal? Kolazh. Jam e sigurt edhe për këta. Kemi punu në shkollën Lëndën e Artit Kolazh, ku kemi marrë copat ndryshme dhe i kemi ngjitur letër sipas dëshirës. Apo rrezikoni pra? Përgjigja jonë përfundimtare është në A. Kolazh. Vetëm duhet këtu me shenu 5 pikët e radhës. Saktë! Zotërimi i inteligjencës apo ushtrimi i mendimit nga makina të tilla si kompjuteret njihet si A. Tru elektronik, B. Inteligjencë artificiale, C. Software njerëzor apo D. Programim i makinave. Është inteligjenca artificiale. Artificiale. Po jam i sigurt se gjithmonë sa që fshamu flasin njerëz për këto me mendu makinat vet ose me logjiku ato, gjithmonë përmendet fjala inteligjenca artificiale. Duheni me mbyllë që se me ndani që kjo është ajo. Përgjigja jonë për... Duhet me thonë përgjigja... Përgjigja jonë është përfundimtare është inteligjenca artificiale. Pas pikë tjera! Shof se e kanë sakt, fitojnë. Hajde në këto. Pyetja ishte, çka është Magna Carta? Edhe dakol, dil tu mes na shpjegoj çka është Magna Carta. Magna Carta është... Ata e kanë mbyll përgjigjen. Dokumenti të drejtave të njeriut është bo rreth viteve 1240 edhe 1250, është kriju në Angli, edhe versioni i parë ka qenë për drejtat e aristokratëve, ndërsa versioni i dytë për krejt njerëzit, edhe ata të varfrit. E sakt, vazhdoj tutje, Asa Prishtina, ja dhuratat nga Ivka, bravo të Urime, shumë të mirë në kohë. Urime dhe juve, shumë të mirë në kohë. Më falë, e nëse për shembull shkon e shtyp diell dhe e kallëzojnë gabimin anë bëhet? Pako. Me më shumë internet, ku është gabimi në këtë fotogjeni? Kur se shem mundet më unis vetë? Gjitha! Te fotografia e dytë, aty është një Y, Yahoo mendoj, a këtu te fotografia e dytë nuk është, te fotografia e parë. Ku është? Hajde të regoma? Aty, po. Bravo! 5 pikët e para! Runners, tu gjithmonë e kemi. Hajde të Te fotografia e dytë, puta 3 tëra në kornë, puta e ju. Gabim e gabon. Djelza dhe herën e kalume më duket se ke qenë shumë e mirë në. Po. Avo? Ipko. Ipko. Lartë, parën lartë. Këto? Qato, po. Mirë. Ku do të daloj? Në cilën kategori? Po, aja po. Patëm aktore, patëm këngëtar, mobilje, tash. TV show, show televiziv. Show televiziv. Plan Kosova, apo alësat janë televizione, po show.
Super sfida. E vërtet, ka si e saktë. Super sfida. Edhe 5 pikë tjera. Renditni këto vepra të letërsisë son duke filluar nga më e vjetra. Bagëtie bujqësi A. Lauta e malësisë B. Meshari C dhe D generali ushtrisë së vdekur. C, Po, apo në kjo me po, mundeni, po. Tu jeni, hajde. C, Po, B, jo, e gabove. Ot. E gabove, bëte. Renditni këto kryeqytete europiane duke filluar nga më veriori deri te jugori. Athina, Roma, Oslo, Berlini. C, Pak, po. D, Oslo, Berlini. Berlin, Roma, B dhe Athina. Dhe Athina e saktë. Pyetja e tretë kjo. Kush mbeti e fundit në kutinë e Pandorës? Pasi që të gjitha të këqija dolën nga ajo. Çka the Gjilda? Përgjigja përfundimtare është në ndosh, shpresa. Shpjego ma, se ka të shpejt reagova. Pandora ishte shumë kurioze ta di se çka ka në atë kutinë e vetë dhe pasi e hum dalin krejt këqija, do me thënë sëmundjat dhe gjithë, për në fund del ajo shpresa që na mban neve akoma gjallë mbas të gjithë atyre të këqijave. E saktë, 5 pikë. Istikbal. Përgjigjen e kanë mbyll ma herët. Para se të numërohen pikët e përgjigjeve të pyetjes së fundit të 5 për 15 pikë, rezultati ishte 80 pikë për Istikbal, 66 për shkollën fillore nga Gjakova Selman Riza. Përgjigja e shkollës fillore nga Selman Riza ishte e saktë dhe ata kanë mirë, po hala se kemi ja përgjigjen, mos reagoni. Përgjigja e shkollës fillore Selman Riza për 15 pikë ishte e saktë dhe lundrimi shumë mirë e japi përgjigjen dhe me të parën e diti. Po mendoj e kapi me njëherë. Falje edhe dokumentarëve që shikon, po edhe një juristë të përgjithshme që ka. Ndërsa, në pyetjen se kush konsiderohet shpiksi i automobilit modern, shkolla fillore Istikbal nga Tetova është përgjigjur në C. Opcionet kanë qenë Emil Jelinek, Henry Ford, Carl Benz dhe Tim Berners-Lee. Atëherë Tim Berners-Lee nuk është në D. Henry Ford ka qenë shpiksi i automobilit, po të parë. Ndërsa opcion po mbesin A dhe C. Ju keni thënë që përgjigja është në C. Në fakt, shpiksi i parë i automobilit modern, që konsiderohet si shpiksi i motorit të parë me djegje të brendshme, është për momentin edhe njëra nga kompanit më të njohura të makinave në botë. Përgjigja është e saktë, Istikbal. Vazhdo tutje. Njëri kohë shumë të mirë, veç e hupët pak të lëve. Urime. Faleminderit shumë. Gjithmonë kemi probleme, mos u ngutni këto. Yle! Te pjesa e parë dhe kupuca e gjashtë i ka si ato farë si lloj lidhje të metalit, kurse te fotografia e dytë nuk i ka. Atë që e kësha pa. Vetëm koncentroni. Shikoni çka po hapin edhe kolegët. Slan Kosova!
Qëto? Televizioni më I mirë në vend. Atash! Si ka e bashkë për shumë unje? Mobin? Së pjej mobileve? Deri sa? Ylli hap edhe një kartë tjetër që është? Kur të ndalon shkronja, e shtypni, shtaz. Ti po votoni, Po, e saktë, bravo, veç kujdesa. Atëherë, renditni këto mjete transporti duke filluar nga ajo që është zbuluar më vonë. A. Treni, B. Anija, C. Aeroplani, D. Vetura. Do me thonë duhet të I renditni nga ato që është zbuluar më së voni. Shkojmë drejt. Tash më vonë është zbuluar aeroplani. Po. D. Vetura. Vazhdojmë. A. Treni edhe B. Anija. E saktë. Formuloni si duhet emrin e një prodhuesi makinash. R-O-F-D. Ford. Po. Ford. V. Po. A. Po. D. E saktë. Bregdeti I cilit vend është I njohur për fjordet? A. Bregdeti I Hollandës, bregdeti I Norvegjisë, bregdeti I Finlandës apo bregdeti I Islandës? Ne mendojmë se I Norvegjisë, pasi Do me thamë përgjigja e përfundimtare është në vend. Përfundimtare. Mirë, përgjigja më mbyll, me jepni shpjegimin se mendoni se yllit për I kjetë ftyra. Kena mësu, unë për mojnë të klasës 6 dhe pra kena ba përsëritje shumë për fjordet, pra dhe arsimtarë që na kanë shpjegu, pra na kanë marrë si shembull Norvegjë. E çka janë fjordet? Gjire të ngushta me anë të thepisura. E saktë. Çfarë nacionaliteti ishte princ Wilhelm Vidi? A. Gjerman, B. Rumun, C. Anglez, D. Francez. Princ Wilhelm Vidi, pra me sa këmë lexuar për historisë, pra është dërguar duket nga perandoria austro-hungareze, pra për me udhëheq Shqipërinë, duket në vitin 1913 dhe e ka pas piralën për një qyteti të Gjerman. Edhe mendoj, pra edhe ka qenë me origjinë gjermane, edhe ne mendojmë që është një gjerman. Veç tash po konsultuemi pak. Se është dërguar nga fuqitë e mëdha. Po dhe mu kujtohet që Gjerman në klasë 5 të kena. 5 të kena, su mu kujtohet që kanë për Shqipërinë që kam. Gjerman, Apo në thash fillim. Apo. Përgjigja jo përfundimtare është Gjerman, në nogje. Atëherë, ju shumë mirë e patët spjegimin e historisë, edhe ato që me 7 mars ai shërbeu në Shqipëri, në 7 mars të vitit 1914 deri me 3 shtator të atij viti. Dhe ndryshe ai është njohur si Skënderbeu I Shqipërisë dhe ka një prejardhje gjermane. E saktë. Bravo Drem. Bravo Jona, bravo Yll. Si quan këngët epike ose legjendat e përhapura në vendet skandinave dhe Island në mesjetën e hershme? A kanë qenë haiku, a kanë qenë ode, a kanë qenë saga apo rubaira? Këta shëmundje nga ushtria kanë dhënë përgjigjen. Kanë qenë të mirë gjatë gjithë kohës, edhe në fazat e kaluara. Po edhe në këtë fazë duke pas një njohuri të hatashme.
të përgjithshme. Gjithashtu, edhe shkolla e Gjelbërt, gjatë gjithë tyre fazave, ka qenë shumë e mirë. Dhe në fund, arriti me dhonë përgjigjen për 15 pikë që i mbajti në lojë. Dhe tash, vetëm një përgjigje e ime, atë që do të thëmë e sakt apo e pasakt, do t'i qartësoj gjanat. Po ju tregoj që haiku është një formë e poezisë japoneze, kjo nuk është. Rubairat janë persiane, ndërsa saga i shënë në gjysmë finale shumë unë, sakt! Urime! Urime! Shumë të mirë jene, ha? Bravo! Veç pak. Po vajtojnë pa fund, pa shpres, anës Elbës, anës Pres. Janë vargje të Fanolit, Migjenit. Vargje nga poezia anës e Lumenjëve. Fanoli apo Migjeni? Fanolit. Hajde bashk, hajde si ma në kene. 5 pikë! Bravo! Frutat, të shishme dhe të ushqyeshme. Shijoni nektarin e secilit frut nga secila pemë të paktën një herë, sepse ato janë të rritura me dashuri në pemët më të mira dhe të shtrydhura për ju në një kombinim të përkryer, fruta dhe vitamina, Frutavit. Runners, mos harroni, këmbët merrni me vete. O sa letë me qenë prind. Shkollimi i fëmijëve kur nuk ka qenë më i lehtë. Unë mund t'i kem të gjitha informatat rreth fëmijës tim në vetëm 1 minutë. Përmes sistemit Power School, unë si prind i American School of Kosova, mund të kem qasje në notat, në detyrat e shtëpisë, sjelljen, aktivitetet dhe gjithçka që ka të bëjë me shkollimin e fëmijës tim, prej kudo në botë vetëm me qasje në internet. Unë komunikoj drejt për drejt me secilin nga mësimdhënësit vetëm me një klik. Informatave mund t'ju qasën përmes çdo telefonit të mençur mobil, përmes iPadit ose kompjuterit. Ejani edhe ju dhe shihni përse American School of Kosova është shkolla më e mirë për fëmijët tanë. Tani është shumë lehtë të shkollojmë fëmijët dhe të jemi të informuar në çdo çast. American School of Kosova, duke arsimuar liderët e së nesërmes për një të ardhme më të mirë. Së din ku mu veshje t'u lyp gjithë ka venin taj kena zhet. Hajde te na ki mu dok ma serios se me lujt sha qa po thu ti perfekta. Te lokalet e Lesnës, Prishtin, Casa Moda, ju mirë presim. Anglia Summer School. Zhvillojmë vetbesimin dhe komunikimin përmes programit të Helen O'Grady Drama Academy. Me metodat e partnerëve tanë, ofrojmë mësim intenziv të gjuhës angleze. Të gjitha këto në shkollë me kampus modern. Cila është kategoria e radhës? Shtet! Shtet në gjuhën shqipe. Po mendoj që thuhet shqip. V. Preke. Preke. Jo. Venediku. 2, 3. Venediku. Ajo është qytet. 5 pikë për Gelatin Regalion. Venezuela. Një fitore me humbje të mëdha njihet si fitoria e A. vetëm pak Napoleonit, B. Greqis, C. Agronit, D.
Piros. Përgjigja përfundimtare është The Piros. Ma jep një spjegimin, ka shpejt me qënë se përmbyllët këtë. Se kemi mësu një histori, nëse nuk ka bërë në klasë 7 ose në klasë 6, po në 6 nëse kena mësu për historinë e Ilerve, edhe ka pas dhe thonë duket shumë humbje, kam fitu, po kam pas humbje të mdo me shumë shkatrime dhe dëmtime ndoj, për që ata kitë fitore që janë me humbje të ma një si fitoria e Pires. E sakt! 5 pik! Ta këtë pytje, apo përgjigje në këtë pytje unë pres me ditë Liza. E shohem. Filmi Madagascar 3, Europe's Most Wanted, përfundon me këngën Firework, nga cila këto artiste e këndon në kadale. E këndon. Demi Lovato, Katy Perry, Sir Jessie J, edhe The Adele. Ata që du e pres me dit, e sakt. Gjimës më një kanë si. Qfar stili të flokëve kishte Andi Bajgora në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar? Afro apo Rasta? Rasta, okej. Sepse shoku i Lumi ishte afro. 5 pikë tjera. Bravo. Shumë mirë, të dytë. Ja, pyetja për ju është kjo. Në cilin qytet antik lindi demokracia? Mos u ngutni. I keni opsionet nën A Rom, nën B Spart, nën C Babiloni, apo nën D Athin. Demo, dhe me thonë që rrjedh ka greqishtja. Demo, sëndim-kracia është populli, sëndimi popullit. Natyra unë gjalla, Apo? Përgjigja përfundimtare është në ndë, Përgjigja përfundimtare është në ndë. Edhe këta nga ka të regu arsimtari historisë dhe kur nuk e harroj. Kur nuk e harroj? Edhe arsimtari historisë pas ka të regu shumë mire, sakt, 5 pik! Atina asistë me luan demokracinë e parës viteve 507-508 para erës sonë. Kjo është pyetja. Si quhet Parlamenti Romak? A. Agora, B. Forum, C. Kolosseum, D. Senat. 500 herë dhe isa ta thujnë përgjigje përfundimtare për çfarë? Hajde. A be thuj? Senat. Kolosseumi për gladiatorë. Parlamenti Romak. Agora jo. Senat e vrallë ky Julius Cezari. Që di, Parlamenti Romak e ka organizu senatin, edhe o vra Julius Cezari në senat, pej një trastije. Gjëzjetër të pari në nëse. Cilin gjëzjetër e ke mësu në cilin klasë? 6. Ta shumë gjëzjetër 2. Apo a? Për që ata pe kujtej. Si që, a besojmë në ndë përgjigja përfundimtare. Përgjigja përfundimtare është në ndë senat. Mirë. Po më pëlqen kjo fryme të dy ekipeve, që e kanë gjatë tyre pyetjeve të fundit. Mirë, Agora, e din çka ishin? Veç Kolosseumi për Po, Kolosseumi? Forumi, Kolosseumi o konë si lloj arene ku kanë luftu gladiatorët. Shumë mirë. Atëherë, Agora quheshin sheshet në Greqinë antike. Forumi ishin sheshet në Romën antike, ndërsa Parlamenti Romak quhej Senat. E sakt, bravo. Fly like an eagle, and I believe I can fly. U bën hit nga filmi Space Jam apo Pearl Jam? Space Jam. I believe I can fly. E di kush e këndon? Për këtë pasport. Para 250 milion vitesh, toka kishte vetëm një superkontinent. Si njihet ai? Gondwana Pangea. Pangea. Saktë. Mirë. Vëmendje? Ku është gabimi në këtë foto?
Olimpiada e Diturisë, çmimi I parë për ata që fitojnë Disneyland nga ASK. Te botëja e dytë kurora është ndryshe, atë e para është, I ka veç 3, atë kjo I ka 6. E saktë. Bravo, Edira. Cila kategoria e parë? Muzik. Zhanër muzikor. Me shkronjën F. Qetësi. Muzik folklorike. Mirë, folk, bravo! Vetëm qetë publiku, ju lutem. Le të koncentrohen në maksimum garuesit, të cilët po që se fitojnë sonte, shkojnë në garë. TV show, emision televiziv, me shkronjën. W. WhatsApp. Bravo. Uranik. 5 pik. Film. Me shkronjën D. Deadpool. Bravo! Wow! Renditni këtë kafshë sipas gjatësisë së qafës, duke filluar nga e më e shkurta. Gjirafa, macja, qeni, kali. Djelza. Macja, qeni, kali dhe gjirafa. E sakt. Shumë mirë. Te filmi Big Hero 6, si quhen robotet e vegjël të cilët kanë mundësi të lidhen mes vete në çfarë forme të imagjinueshme? A. Microdots, nanobots, Baymax apo microbots? Atëherë, nanobots, Një atë Baymax nuk është heroi, një prej karakterëve kryesor, ai si roboti I bardhë për Big Hero. Mirë, ta lexoj edhe një herë pyetjen. Pra, te filmi Big Hero 6, si quhen robotet e vegjël të cilët kanë mundësi të lidhen mes vete në çfarë forme të imagjinueshme? Mos është Allen, nanobots, Baymax, microbots. Po nuk është ajo skena kur janë bu plot robota bashkë kanë krijuar për binçin, atë ka qenë Nanobots janë ata shumë të vegjël që po mendojnë me hyn trupin e njeriut edhe me ndrejt shëndetin, diçka kështu që të kontrollon se si je, pa pas nevojë për me shku te mjeku. Qire, atë nuk besoj nuk tje ka pas Allen, sepse shumë për tëne kanë qenë japones. Me emra japones, në emra japones. Po, asë në nësë pëdo këtë japones. Nanobots, jo veç emra kështu të njerëzve, a këtu kështu robota, qire, nanobots nuk besoj se ata nanobots janë që nuk mund është mi pa me sy, veç me mikroskop. Kështu që Ani hajtë bëhen për eliminojmë. Tajo skena kur bashkon ato si robota, taj përbinqi, të I kumit mi pa me sy, kështu që nuk kanë qenë nanobot, nështë ta mikro. Ka si qënë robotit e vegjël? Baymax, s'pëtis. Jo, nuk është Baymax. Po, këta robotit e vegjël, a ju kanë si qaj që pësu roboti? Që del Baymax, o prit kremi jashtë. Ashtë I bërë taj madhe rumbullak, nësë është I gomës, a e ndryshon formën.
Nuk të ka shkon. Qyre, Baymax është ai roboti i bardh i frymë. Pe di unë e cili është, që kete kartat. Po këtu po thot robotët është shumës. Nuk ka dy Baymax, është një është. Ata Okej, tash, tu drejt për drejt, një step, vazhdoni ju. Nuk është se ja. Hajde, po të besoj. Te skena, qyre, me port. Ama me dojnë që nuk është se ja. Kuj premi. Një stresi. Jo. Qyre, ta jo skena shkojnë te porti me makinë. Te porti kër mrin te uji fillon bën flus ka shumë edhe del si një loj gjigande, kësi plët robotat vegjel bashkum zi. Po këta robotat e vegjel, a jenë si kjo Baymax? Jo, Baymax është një robot i madh. Ajo është i miri. Po, petit. Po, a jenë të njëjë, që si veç janë të vogëla... Jo, janë të vegjel edhe të duket në gjyën e zi. Po mirë, cila është përgjigja këtu? Se ju jeni të e diskutu këtë filmin ata shojmë ta shohem. Me ujtë të nga të regu një fotografi, që është duke në njerë të kështë që mu. Me ujtë më të heve dhe përgjigjen e sakta është ajo, për nuk mundem. Regjia, atë kërkojnë brenda 10 sekonda me në dhe a përgjigjen? Po, sepse diskutu mjaftushën që të dyja palet, duheni me vendos brenda 10 sekonda me ja përgjigjen përfundimtare. Përgjigja përfundimtare është ta bëjmë mikrobot. Mikrobot, apo? Ma shpejt se... Bëne si në ndush, hajtë. Mikrobot. Mikrobot. Në ndë, mikrobot. Mirë, unë bëllë. Mirë, mos e ja përgjigjen përgjigjen çfarë ka qenë. Vetëm tu shpërndaj, sepse e zgjatëm këtë muhabet, ka qenë një lojë e shkëlqyshme, edhe fantastike prej të dy shkollave. Njëra do të vazhdoj tutje, e janë i këtu, tutje garen për në gjysmë finale. Urna dakol? Debora? Dhe Elvira. Në fakt, rezultati para prak, pa përgjigjet e të dy ekipeve që ndërën kështu. 73 pik i ka Istiqbal, 62 pik i ka shkolla fillore Hasan Prishtina. Përgjigja sakte e Hasan Prishtina si mban në loj për të ditur përgjigjen çfarë ka njap Istiqbal. Po shkoj me përgjigjen e parë të Hasan Prishtinës. Ju përgjigjet se Big Hero 6, robotët e vegjel, të cilët kanë mundësi të lidhen me zvete në çfarë do forme të imagjinueshme, nën A, Allen, Nanobots, Baymax, nën C, Baymax apo Microbots, ju dhatë përgjigjen nën D, Microbots. Filmi i cili ka qenë edhe fituesi i çmimit Oscar në kategorinë e filmave të animuar, Big Hero 6, ka qenë një nga filmat më të pëlqyer. Baymax është roboti simpatik me ngjyrë të madhe, ai madhe, që kemi edhe më herët në lojrat e mëparshme. Ndërsa përgjigja e saktë është Microbot, se sakt 15 pik. Mos u ngutni derisa nuk nalë, sepse po shkuat atje do ta shtypni. Kategoria e radhës. Këngëtare me shkronjën Safina Zeqiri. E sakt! Ja pra, kategoria e radhës është sportist, po me cilën shkronjë. V. Sportist me shkronjën V. Hajde! Viktor Valdez. Viktor Valdez. Mos folni. Frutat të shijshme
dhe të ushqyeshme. Shijoni nektarin e secilit frut nga secila pemë të paktën një herë, sepse ato janë të rritura me dashuri në pemët më të mira dhe të shtrydhura për ju në një kombinim të përkryer, fruta dhe vitamina. Fruta Vit. Runners, mos harroni, këmbët merrni me vete. O sa lehtë me qenë prind. Shkollimi I fëmijëve kur nuk ka qenë më I lehtë. Unë mund t'i kem të gjitha informatat rreth fëmijës tim në vetëm 1 minutë. Përmes sistemit Power School, unë si prind I American School of Kosova, mund të kem qasje në notat, në detyrat e shtëpisë, sjelljen, aktivitetet dhe gjithçka që ka të bëjë me shkollimin e fëmijës tim, prej kudo në botë vetëm me qasje në internet. Unë komunikoj drejt për drejt me secilin nga mësimdhënësit vetëm me një klik. Informatave mund t'ju qasem përmes çdo telefonit të mençur mobil, përmes iPadit ose kompjuterit. Ejani edhe ju dhe shihni përse American School of Kosova është shkolla më e mirë për fëmijët tanë. Tani është shumë lehtë të shkollojmë fëmijët dhe të jemi të informuar në çdo çast. American School of Kosova, duke arsimuar liderët e së nesërmes për një të ardhme më të mirë. Shtëpia më e madhe mobileve Mobin, kuzhina gjermane, garnitura italiane, dhoma gjumi gjermane, dhoma të fëmijëve, zyre të lloj-llojshme, tekstile shtëpiake nga brendet më të njohura botërore, kuzhina ball format të pajisura me mekanizëm Blum. Kënde, garnitura me mundësi për t'ju përshtatur çdo hapësire. Mobin, çdo gjë për shtëpinë tuaj. Anglia Summer School. Zhvillojmë vetbesimin dhe komunikimin përmes programit të Helen O'Grady Drama Academy. Me metodat e partnerëve tanë, ofrojmë mësim intenziv të gjuhës angleze. Të gjitha këto në shkollë me kampus modern, shkolla fillore dhe e mesme Universum. Së din ku mu vesh jetu lyp gjithë ka venin taj kena gjet. Hajde te na ki mu dok ma serios se me lujt sha. Qa po thu ti perfekta. Te lokalet e Lesnës, Prishtin, Casa Moda, ju mirë presim. Edhe kjo I ka 5 pikë, si që dini. Atëherë, çfarë janë I shpresës së mirë, I frikës dhe I rodonit? Opcionet e keni, nën A kepe, nën B fjorde, nën C ishuj, apo nën D ngushtica. Ne me njerë përshkojmë, po mendojmë që është kepe dhe normalisht që përgjigja jonë përfundimtare është nën A, sepse kemi dëgjuar që janë kepi I rodonit, I shpresës së mirë si dhe I frikës. Ndërsa për fjordet janë gjire të ngushta me antët e pisura, të cilat nuk emërtohen me këto emra që janë dhënë. Ngushticat janë ato që janë më të zgjatë nga si ishuj dhe ishujt janë pjesë toke të rrethuara nga të 3 anët me ujë. Kështu që përgjigja jonë përfundimtare në Naja përgjigje përfundimtare. E jashtëzakonshme. 5 pikë. Quasimodo njihej si gungaci I A. Notre Damit, B. Amsterdamit, C. Rotterdamit, D. Kam ta themune, A. Pingedam. Përgjigja përfundimtare është në A, Notre Dame. Notre Dame e sakt, nuk besohet shumë. Përgjigja në pyetjen e 5. Celulet të cilat kanë zënë vend të jashtëzakonshëm në pikturat e Claude Mane, është e pasakt. Në finale shkojnë SHMU-ni. Juve faleminderit edhe suksese, keni arritur shumë lart deri në gjysmën finale. Kështu që finalja ju pret pas 2 jave. SHMU-ni në finale nga Vustria.
Pyetja për t'i renditur është kjo. Renditni këto liçene duke filluar nga më veriori. Liçeni i Ohrit, i Prespës, i Shkodrës, i Batlavës. Kur ta shtypni gongun, duhet ta thoni. Sakt. Renditni liçenet duke filluar nga më veriori. Dakor, Lindira gata. I Batlavës, i Shkodrës, i Prespës edhe i Ohrit. I Batlavës, i Shkodrës, i Prespës edhe i Ohrit. I Ohrit dhe i Prespës. E pa sakt. Kategoria e radhës. Muzik. Zhanri i muzikës. Ta kem parasysh. Me shkronjën. S. Lumi. S. Muzikë së... 1, 2, 3. Serenada. Pas pikë për Hasan Prishtinën. Kur ta shtypni, keni vetëm 3 sekonda ako. Muzikë soul. Soul. A do të ketë luftë edhe kjo? Ose me ka gjumë. Shak luftë e libotore së pare. Pyetja 5 pikë është kjo. Çfarë ishte Gestapo në Gjermaninë naziste? A. Shërbimi sekret. B. Forca ajrore. C. Rinia e Hitlerit. D. Mercenarët e huaj. Shërbimi sekret ka qenë Gestapo, forca ajrore ka qenë Luftwaffe, mercenarët e huaj ata kanë qenë që kanë luftu në Spanjë, në luftën civile spanjolle, edhe kanë ndihmu Italinë. Rinia e Hitlerit e di që ka pas një emër ndryshe, më duket me J ka fillu. Është shërbimi sekret. Këtë ata që kanë thurë kundër Hitlerit edhe ose nazizmit, Gestapoja i ka vra, se i ka burgos. Përgjigja jonë përfundimtare është në A. Përgjigja juaj përfundimtare është në A. Dakor? Çka po hante? Libra luftës botërore. E sakt! 5 pikë! Bravo! Për 10 pikë. Cili është liçeni më i thellë dhe më i vjetër në Ballkan? A. Liçeni i Dorjanit. B. Liçeni i Ohrit. C. Liçeni i Shkodrës. Apo D. Liçeni i Prespës. Për liçeni i Dorjanit nuk kam dëgju, liçeni i Shkodrës nuk është, jam mes liçenit Ohrit edhe të Prespës. Të dyja e di që është përmend në gjeografi. E dite? Në klasën e 7. Po në 7. Cilën vit? Të martëve kena pas. E dim që të dyja që ai liçen është Maqedoni. Dyja t'jen këtu e në gjithë, si me thonë. Po dhe po. Gati bashkë. Po që aty në gjithë, si me thonë. O, për janë një finë në gjithë. Kufimet Shqipnis edhe Macedonis, të dyja janë këtu. Ma i thellë. Tash, neve nga ka thonë përshëntarja. Po kujtohet ma shumë që Ohrin e kam përmenë, të Prespës jo. Se di. Edhe fakt që s'ka varët edhe prej përgjigjes tyne. Të dy votu për Ohrit, jemi demokratë. Ta betet, ja? Për brezon e Ohrit. Mos s'ka përgjigje se mundes me u dëgju. Pret njere, veç edhe pak. Që mendojmë. Kena informacione tjera. Imaginaj kartën. Po, ata në gjithje nuk është ajo me rëndësi. Aty s'ka në zonë. Aty nuk ka. Jo, s'kena loj me gangë. E di. Me Ohrin. Menojmë që edhe pse jam 100% sigurt, përgjigjja saktë është në. Liçeni i Dorjanit nuk kemi dëgju, liçeni i Shkodrës është nga primat ndajve. Matë ndajve, bashkë me Balatoni në Hungari. Liçeni këto kemi met, ama i Ohrit i qysh, unë e menoj që është më i vjetër se sa i Prespës. Me i thellë dhe më i vjetër. Pra, përgjigja jo përfundimtare është në B. Përfundimtare? Po. Okej. Në fakt, thellësia e liçenit më të vjetër në Ballkan, që është edhe më i thellë,
arrin 288 metra. Ju lishen edhe atë përgjigjen përfundimtare lishen e orit. Pse? Pse vetëm është më i arrir për ne, më i njohur? Jo, po më duket që i kena përmendur më shpesh tortet. Edhe a din që është që kë. Sepse mundeni 10 pikën pyetja. E di. Ja, pëse nuk na qoja ajo pyetje ne me liçenin. Me ato ka spiku mbajkohen, se ka qoja. Nëse kisha pas mundësi me ndru, nuk e kisha ndru bën prap. Liçeni. E kisha zgjidh. A i kështë ndru, dakol? Jo. Po thojnë edhe këto. Shkojnë me këto. Mirë. Atë ju patet ko me mendu, faktikisht. Për herë parë mendut, edhe ju lash me mendu gjatë. Edhe ju e dhatë përgjigje në mbë. Kjo përgjigje është... E sakt! 10 pikë! 288 metra arrin tërësia e liçenit. Përgjigjen e juj. Finalja është këto, për njerën në shkollë. Ju thatë se përgjigja e sakt. Sa i përket, instrumenti që luan të Sherlock Holmes ishte klarineti, ti the. Apo në shme uru fitorin, zyrtarisht e ure fitorin. Pretë se nuk i dihet. Nuk i dihet është atë ju fitoni. Na nuk i kena Nuk i dini as pikë cilat janë. Na si dina as pikë. Përgjigja juaj është e pasakt. është violina. Era ishte shumë afër. Në fakt. Rezultati është 62 me 68 për shkollën fillore. Hasan Prishtina që është në finale. Urime juve. Shumë afër e një konë. Kujdes. Hasan Prishtina. Finalja ju pret. Ata që nisë me shtyp gongun duhet me unis deri në fund. Ta keni parasysh. Aktore. Me shkronjën. S. Nisu, shtype. Po, unise. Selena Gomez. E letë është. Nuk du tjetër. Je vetëm të je. Zemër neve, shpirtin të me ke. Jetës time. Te kuptimi dhe. Nuk mund do të pa njëri tjetëri ne. Elmana Gjata, lomni. Nuk du tjetër, Nuk du tjetër, je vetëm ti je. Zemrën edhe shpirtin ti me ke. Shkojmë. Me dhimbje me gëzim, me një bez dikur u bashkuam në betem. Luftuam një qëllim e për një flamur unë e fala gjakun tem. Besa bes të bashkuar unë dhe te. Sot o kur vla dorë me jashtri. Jam Kosovë e jam Shqipëri. Na ka rritë... Sot, që si! Shqiptar i vjetër në kohën e... Është ajo Leonora Jakupi. Pushke që të... E sakt! Bravo! Pushke që të li. Jam Kosovë, e jam Shqipëri. Na ka rrit, pushka o me qifteli. Fituesi tashmë dihet është shkolla fillore SHMU1 nga Vustria i Champion Quizit. Mirë po, vetëm kemi qetë, të ndalemi. Urime juve, keni qenë fantastik. Tu i keni dhuratat, vetëm pak, dhuratat. Është momenti që unë i kisha ndihmu e jonës me hypë të nalë, sepse e meritoni. SHMU1 nga Vustria. Gjithë gong, edhe gritë e kupën, se qeni kampion! Kupën fundon, që s'ka, që faleminderit juve, që nga shëgruat që jeni SHMU1 nga Vustria, shpallët kampion i sezonit parë. Urime!
Natën e mirë, shihemi në sezonin tjetër. Champion Quiz mundsohet nga Ipka, Folshlir. Fruta dhe vitamina. Fruta vit. Runners, për të gjithë. American School of Kosova, duke I edukuar liderët e së nesërmës për një të ardhme më të mirë. Runners, mos harroni, këmbët merrni me vete. O sa letë me qenë prind. Shkollimi I fëmijëve kur nuk ka qenë më I lehtë. Unë mund t'i kem të gjitha informatat rreth fëmijës tim në vetëm 1 minutë. Përmes sistemit Power School, unë si prind I American School of Kosova, mund të kem qasje në notat, në detyrat e shtëpisë, sjelljen, aktivitetet dhe gjithçka që ka të bëjë me shkollimin e fëmijës tim, prej kudo në botë vetëm me qasje në internet. Unë komunikoj drejt për drejt me secilin nga mësimdhënësit vetëm me 1 klik. Informatave mund t'ju qasën përmes çdo telefonit të mençur mobil, përmes iPadit ose kompjuterit. Ejani edhe ju dhe shihni përse American School of Kosova është shkolla më e mirë për fëmijët tanë. Tani është shumë lehtë të shkollojmë fëmijët dhe të jemi të informuar në çdo çast. American School of Kosova, duke arsimuar liderët e së nesërmës për një të ardhme më të mirë. Të shtrydhura për ju në një kombinim të përkryer, fruta dhe vitamina. Fruta vit.